Një grua shtatzën, 34 javëshe, ka vdekur e një burrë është plagosur pas të shtanave me armë zjarri në fshatin Kërvasari të Malishevës. Zëdhënësja e policisë Vlera Krasniqi ka konfirmuar se rasti ka ndodhur të dielën rreth orës 23:20, kur policia e Kosovës është njoftuar për një rast të plagosjes me armë zjarri. Në përgjigje thuhet se njësitet policore kanë dalë me njëherë në vendin e ngjarjes, ku në një dhomë gjumi kanë gjetur 2 persona, një çift bashkëshortor të plagosur nga arma e zjarrit. E drejtori i klinikës emergjente në ÇKUK, Nasër Sylla, ka konfirmuar se gruaja e cila ka vdekur ishte shtatzën, 34 javëshe. Ai ka thënë se përkundër reagimit nuk ka mundur t'ju shpëtoj plagëve, kurse sipas tij burri është i intubuar, i kyçur në respirator, ndërsa janë kryer ekzaminimet e nevojshme, por se gjendja është shumë e rëndë dhe jo stabile. Ndërkohë, prokuroria themelore në Gjakov ka njoftuar se i dyshuari lidhur me rastin e vrasjes së gruas në Malishev është bashkëshorti i saj, i cili tashmë është i plagosur. Një 49 vjeçar ka humbur jetën në lagjen Vëtërnek në Prishtinë, pasi ka rënë nga një lartësi derisa ishte duke punuar. Zëdhënësja e policisë për rajonin e Prishtinës, Flora Ahmeti, ka konfirmuar se rasti është raportuar rreth orës 10. Viktima mashkull 49 vjeç nuk ka arritur t'ju përpalloj plagëve dhe i njëjti në vendin e ngjarjes ka ndruar jetë. Vdekjen e viktimës e ka konstatuar ekipi mjekësor në ngjarje, ka thënë Ahmeti. Policia në koordinim me prokurorinë dhe inspektoratin e punës ka nisur hetimet për të sqaruar rrethanat e rastit. Sipas shifrave zyrtare, deri më 29 korrik, 12 persona kanë humbur jetën në vendin e punës. Javëve të fundit, ndërkaq 2 vdekje janë regjistruar në Kek. Kryetari i sindikatës së re të Keku, Xhelal Jashari, pas mbledhjes së jashtëzakonshme të kryesisë, ka marrë vendim që të mërkurën të protestojnë në mënyrë që të solidarizohen me familjet e punëtorëve që kanë humbur jetën në vendin e tyre të punës. Protesta sipas Jasharit do të mbahet të mërkurën në orën 8. Ai ka thënë se në takim kanë diskutuar dhe kanë dalë në përfundim se kushtet janë jashtëzakonisht të vështira në punë. Gjithashtu në protestë ka shtuar ai do të shprehen pakënaqësi për pajisjet mbrojtëse dhe kushtet e punës. Kryeministri në detyrë Albin Kurti, gjatë prezantimit të raportit për mbledhës të Komisionit Qeveritar për Personat e Zhdukur, lidhur me gërmimet e zhvilluara në 3 lokacione në komunën e Zubin Potokut, ku janë gjetur mbetja mortore që dyshohet se u përkasin së paku 23 personave, ka thënë se ky numër përkon me atë që njihet si grupi i intelektualëve. Sipas Kurtit, tashmë ka nisur faza e identifikimit, proces që mund të marrë kohë disa muaj. Ai ka kërkuar nga faktorin ndërkombëtar që të shtojë trysnin ndaj Serbisë për zbatimin e deklaratës për personat e zhdukur me dhunë, të dakorduar në Bruksel me 2 maj 2023, si dhe për hapjen e arkivave shtetërore që mund të ndihmojnë në zbardhjen e fatit të personave të zhdukur. Grupet parlamentare të PDK-s dhe Aleancës, së bashku me disa përfaqësues të organizatave studentore të Universitetit të Prishtinës, kanë kërkuar konstituimin e kuvendit dhe formimin e institucioneve të Kosovës, duke e vlerësuar ngërshjen institucional si pengesë edhe për të ardhmen e të rinjeve. Përfaqësuesi i studentëve, Granit Spaheu, ka thënë se kriza institucionale nuk është vetëm politike, por përbën edhe një mesazh të keq për një gjenerat të tërë, duke paralajmëruar se studentët nuk do të qëndrojnë pafundësisht pasiv përballë bllokimit të institucioneve. E deputeti i PDK-s Përparim Gruda ka thënë se të rinj që sot janë student kanë parë krizën institucionale të vazhdojë për vite, ndërsa sipas tij, kjo situatë po ndikon edhe në mundësinë e tyre për punësim dhe qëndrim në Kosovë. Ndërsa deputetja e Aleancës Albana Bytyqi ka kërkuar që institucionet të formohen dhe procesi të vazhdojë pa vonesa. Deputetët nga Partia Demokratike e Kosovës dhe Aleanca janë mbledhur sërish sot në kuvend. Ata kanë akuzuar lëvizjen vetëvendosje për uzurpim të institucioneve dhe tendencë për mbajtje të zgjedhjeve të reja. Deputetja PDK-s Sale Jashari është shprehur se karriget e zbrasta në kuvendin e Kosovës tregojnë se pushteti nuk po e merr përgjegjësinë që i takon. Në anën tjetër nga Aleanca, Teuta Haxheu ka thënë se lëvizja vetëvendosje po këshpërdor gjithçka e çdo institucion. Ajo ka shtuar se në historinë e re të Kosovës është e vështirë të gjendet shembullin i njëjtë me atë të situatës politike sot. Ushtruesja e detyrës së presidentes Albulena Haxheu ka dorëzuar dekretin e shtetësisë së Kosovës, Joe Diogardit dhe Shirley Clois Diogardit,
Ceremonia e dorëzimit të dekretit të shtetësisë ndodhi në zyrën e presidentes. Gjo Diogardi, ish kongresist amerikan dhe ish kreu i Ligës Qytetare Shqiptaro-Amerikane, është konsideruar një nga miqtë më të mëdhenj të Kosovës, zë i fuqishëm në SBA për lirinë dhe pavarësinë e vendit tonë. Edhe Shirley Clovis Diogard ka qenë për vitet e tëra aktive në promovimin e çështjes së Kosovës dhe të drejtave të shqiptarëve në Shtetet e Bashkuara. Pas dorëzimit të këtij dekreti, Haxhivi ka uruar ata për shtetësinë e re. Për mua është nder i veçantë t'u uroj shtetësinë e Republikës së Kosovës dhe t'ju them mirësevinin në mesin e qytetarëve të saj, mirësevinin në shtetin tuaj të dytë në Republikën e Kosovës, ka thënë Haxhiu.